Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën ja si të shëroni dhimbjet e mesit pa nevojën e ilaçeve. Statistikat tregojnë se 1 në 10 persona në botë vuajnë nga forma të ndryshme të dhimbjes së mesit. Një prej dhimbjeve më të përhapura është pikërisht ajo e nervit shiatik, që zakonisht trajtohet me medikamente të ndryshme farmaceutike. Këto medikamente në shumë raste janë jo vetëm të dëmshëm për organizmin, por edhe jo efikas. Dhimbjet e mesit dhe ajo nervit shiatik munden që të trajtohen nëpërmjet shumë kurave natyrale. Një prej tyre është pikërisht qumshti i hudhrës. Hudhra njihet si një prej antibiotikëve më të fortë natyral. Ajo e forcon sistemin tuaj imunitar, lufton inflamacionin dhe gjithashtu ulë rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të këqija dhe përmirëson shëndetin e zemrës. Kombinimi i saj me qumshtin ofron një kurë natyrale tepër të mirë kundër dhimbjeve të mesit. Kjo kurë nga ana tjetër është e pasur me proteina, kalcium dhe vitaminën B12. Studimet thonë se kombinimi i qumshtit së bashku me hudhrën është kthyer në një alternativë shumë të mirë ndaj medikamenteve kundër dhimbjes apo edhe ndërhyrjeve kirurgjikale në shpinë. Kjo kurë është me të vërtetë efikase për shëndetin tuaj për të lehtësuar dhimbjet e shpinës. Si të përgatisni recetën me qumësht në kushte shtëpie? Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 4 thelpi hudhër të shtypur, 250 ml qumësht dhe mjalt. Përgatitja: hidheni qumshtin në një tenxhere dhe më pas vendoseni atë në zjarr. Shtoni aty thelpinë e hudhrës dhe përzieni së bashku me qumshtin derisa ai të marrë val. Më pas hiqeni nga zjarri dhe lëreni qumshtin të ftohet. Përziheni së bashku me mjaltin dhe pijeni atë menjëherë. Kjo kurë duhet përsëritur çdo ditë për të zbutur dhimbjet e nervit shiatik dhe njëkohësisht ato të mesit. Kjo kurë është efikase edhe për shëndetin e përgjithshëm të organizmit. Qumshti i hudhrës do të forcojë sistemin tuaj imunitar dhe nga ana tjetër do të përmirësojë zemrën, përmirësojë qarkullimin tuaj të gjakut dhe gjithashtu do të pastrojë organizmin, zbutë dhimbjet e artritit dhe do të trajtojë pagjumsinë. Qumshti me hudhër është me të vërtetë një kurë natyrale kundër verdhësës, bllokimeve të rrugëve të frymëmarrjes dhe njëkohësisht të kollës. Si të shpëtoni nga dhimbjet e mesit? Nervi shiatik haset më tepër tek të rinjt që punojnë në profesione të cilat kërkojnë ngritje peshash të tilla si ndërtim, shkarkim, por edhe nga ata që bëjnë ecje të gjata në këmbë apo qëndrojnë në këmbë për një kohë të gjatë. Kohët e fundit është vënë re një tendencë në rritje të rasteve tek persona të cilët qëndrojnë për një kohë të gjatë në një pozicion të palëvizur, siç mund të jenë përpara kompjuterit, timonit, makinës qepse me orë të tëra. Nga nervi shiatik preken më tepër meshkujt, megjithatë është rritur edhe numri i femrave, kryesisht anvisa të cilat bëjnë punë në ambientet e shtëpisë me ngritje peshash. Ky nerv mund gjithashtu të shkaktojë dhimbje të padurueshme të cilat zakonisht rrihen nga brinjët në zonën e gjunjëve. Simptoma të tjera të zakonshme të cilat shfaqen janë sikleti për të ulur, këmbët e rënda, ndjesi shpimi e të tjerë. Përpos metodave mjekësore, kjo sëmundje mund të trajtohet edhe në kushte shtëpie. Metodë e cila nuk zgjat më shumë se 10 minuta mund të ndihmojë të gjithë ata të cilët vuajnë nga kjo sëmundje. Prandaj, ndiqni këto udhëzime. Vendosni ujë në një enë të thellë. Uji duhet të jetë në një temperaturë të durueshme.
Shtoni aty një grusht krip dhe gjysmë litër uthull molle. Përzieni mirë, vendoseni këmbët në enë dhe mbajini aty për 10 minuta. Pasi të keni mbaruar, fshini këmbët dhe më pas shkoni që të flini. Kur të ngriheni, sigurohuni që të vishni pantofla në mënyrë që ju të ruani nxehtësinë e këmbëve. Shumë shpejt do të vëreni se dhimbja do të fillojë dhe do të largohet. Dhimbja e shpinës është shumë e zakonshme për një pjesë të madhe njerëzish. Zakonisht nuk është serioze, por ndonjëherë bëhet më e rëndë dhe ajo arrin që të shkaktojë shumë parehati dhe probleme me ushtrimin e aktiviteteve jetësore të domosdoshme. Ajo shkaktohet kryesisht nga qëndrimi i ulur përpara kompjuterit, ngritja e një peshe të rëndë e të tjerë. Rreth 80% e popullsisë amerikane përjetojnë disa herë në jetën e tyre dhimbje shpine. Njerëzit e moshës 35 deri në 55 vjeç janë më të prirur ndaj këtij problemi shëndetësor. Sipas ekspertëve, dhimbja e shpinës ndodh kur muskujt, kocka dhe ligamentet e vendosura në shpinë punojnë së bashku në mënyrë të pakoordinuar. Lajmi i mirë është se ju mundet të shpëtoni prej dhimbjes së shpinës pa pasur nevojë që të shkoni tek mjeku. Këto receta popullore funksionojnë më së miri dhe për më tepër nuk kushtojnë shumë. Hudhra është një nga përbërësit më të mirë e cila rekomandohet të shtohet në bazën tuaj ditore e grimcuar. Ajo përmban lëndë ushqyese të tilla si për shembull vitamina C, vitamina B6, mangan, kalcium e të tjerë. Efektet anti-inflamatore të hudhrës mund të ndihmojnë në reduktimin e dhimbjes në mënyrë të konsiderueshme. Vaji i hudhrës është një kohësisht perfekt për të lehtësuar dhimbjet e shpinës. Ju mund ta bëni vetë këtë vaj pa shumë mundim. Nxehni pak vaj kokosi ose susami në një enë të vogël, shtoni në të 10 thelpi hudhër dhe gatuajini derisa të bëhen ngjyrë kafe. Largoheni nga zjarri dhe lëreni më pas vajin të ftohet. Më pas përdoreni për të masazhuar shpinën, pastaj bëni një dush të ngrohtë. Përdoreni rregullisht për rezultate më të mira. Dhimbjet e shpinës, këmbëve e të tjerë janë të tmerrshme dhe zakonisht ato janë si pasojë e stresit, qëndrimit të gabuar dhe stilit të pashëndetshëm të jetesës. Sidoqoftë, ndonjëherë ju e ndjeni dhimbjen, mirë po vazhdoni ta injoroni atë, sepse jeni shumë të zënë me punën tuaj. Dhe pasi shkoni në shtëpi, dhimbja kthehet dhe më nuk mund të qëndroni ulur, nuk mund të ecni e të tjerë. Nëse edhe ju jeni prej këtyre dhimbjeve, atëherë ne do të stillim për ju recetën e cila do t'ju ndihmojë në shërimin e këtyre dhimbjeve. Përgatitja: ju duhet 150 gram gelatin, ujë të ftohtë, futni 5 gram gelatin në një gotë me ujë të ftohtë. Përzieni atë dhe lëreni ashtu deri në mëngjes, por mos e futni në frigorifer pasi gelatina mund të ngrihet gjatë natës. Përdoreni këtë lëng çdo mëngjes me stomakun bosh. Derisa të filloni dhe të vëreni efektet e magjishme pas një jave. Vazhdoni ta përdorni për një muaj për të patur rezultate të përhershme. Nëse nuk ju pëlqen shija e kësaj pije, atëherë mund të shtoni pak mjalt ose kos. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.